E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet më interesante që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Tashmë është hapur një luftë shpirtërore, një luftë mimikash, një luftë veprimesh nga Miri drejt Gimbos dhe Selinës. Gimbo në dhomën e rrëfimit, ju e dini shumë bukur, është shprehur për ndjesin, për dashurin, për pëlqyeshmërin në fakt që ka për Selinën. Ai ka treguar të gjitha emocionet e mundshme, është ndjerë shumë i lumtur që Selina është brenda shtëpisë dhe me banorët, por edhe me Gretën ka biseduar lart edhe poshtë për Selinën. Afrimiteti i tyre është më tash shumë i dukshëm, sot zgjidhnin që të dy fustanin se çfarë fustan do të veshën Selina në Prime, si do të duket sonte në Prime Selina. Gimbo i tha që është shumë fustan i hapur, do duket shumë glamur, por nga ana tjetër, siç duket, Miri xhelozon për këtë raportin. Tani, analizat e mia që nga fillimi i Big Brotherit deri më tani po dalin të vërteta. Unë kam thënë që Miri nuk ka frimitetin e lojës me Selinën. Ai mund ta përdorën për aleancë, mund ta përdorën për loj këtë afrimitetin, por thellë në shpirtin e tij, ai ka një ndjesi për Selinën, ka një lloj pëlqyeshmërie. Energjia e Selinës, pozitiviteti i Selinës, buzëqeshja e Selinës, Miri t'ja merr shpirtin, ja merr kalan nga brenda. Dhe Selina normalisht ndjeshte e lumtur me Mirin, sepse Miri i dhuronte energji të bukur pozitive, i dhuronte kënaqësi, domethënë kalonte një kohë të mirë me Mirin dhe ndoshta e fuqizoi pak Selinën në lojë. Po tani çfarë po ndodh? Miri ka filluar të bëhet xheloz te Gimbo. Teksa po pinin kafen tek banaku i Lori Kafes në verandë, Miri e pyet Selinën, thot po qëndron me orë të tëra me Gimbon. Pse më gënjeve mua të shkoj të lahem, çfarë po ndodh me ty? Selina tani, do me thënë që i pëlqen Gimboja, nuk diskutohet kjo gjëja, se po të mos t'i pëlqente, nuk do i qëndronte afër, se Gimbo i shkon nga para pas, Selina i shkon nga mbrapa para. Kupton, është e njëjta gjë në fakt që po ndodh këtu. Mirit siç duket po i humbet aleanca, por unë them që Mirit po i humbet dhe loja. Se në momentin që Selina do mund të lidhet me Gimbon, Miri përfundon aty, sepse Miri ja një muaj në shtëpi nuk tregoi lojë, nuk tregoi vlerat e vetes, nuk tregoi strategji, ai u lidh pas Selinës dhe mbeti tek Selina. Dhe tani do me thënë Miri nga fuqia e shtëpisë shkon në zero, dhe kjo Mirin po e djeg. Sonte do të ketë një debat të hapur rreth kësaj ngjarjes, do me thënë unë pres një lloj përballje nga ana e Mirit duke ofenduar Gimbo në këtë mes, sepse e shoh që inatin e kanë nxjerr tek të tjerët. Kot e kot do me thënë e nxori inatin tek Artani, por dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që Selina dhe Gimbo do t'jenë një çift i ardhshëm?